Ministri Spiropali shtoi se si një aleat I palëkundur I SBA-s dhe antar I NATO-s, Shqipëria qëndron krah për krah me lidershipin amerikan në mbrojtje të parimeve demokratike dhe sigurisë globale, duke shënuar reagimin e parë zyrtar të shtetit shqiptar për sulmet ushtarake të Washingtonit në vendin e Amerikës Latine dhe kapjen e presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores, të cilat do të gjykojnë në New York për trafik droge, terrorizëm dhe trafik armësh. Në përballjen me autoritarizimin, korrupsionin dhe rrjetet kriminale transnacionale, thekson Spiropali, ministri shtoi se si aleat I palëkundur dhe antar I NATO-s, Shqipëria qëndron krah për krah me lidershipin amerikan në mbrojtje të parimeve demokratike dhe sigurisë globale. Postimi I saj në rrjetin X, Shqipëria qëndron pamodyshje për krah Shteteve të Bashkuara. Ne mbështesim lidershipin e fortë të sekretarit të shtetit Rubio në përballjen me autoritarizmin. Populli venezuelan ka një të drejtë pamohueshme për liri, demokraci dhe sundim të ligjit dhe bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të hersht përballë shtypjes dhe frikës. Kryetari I grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar në Facebook duke përshëndetur operacionin amerikan në Venezuelë që çoi në kapjen e Nicolas Maduros dhe bashkëshortes së tij. Bota sot është më mirë se dje, si gjithmonë fal SBA-s. Narko-regjimi Maduros mori sot goditjen e merituar dhe sikurse e paralajmëroi presidenti Trump, fatin e tij do të ketë çdo regjim I ngjashëm që mban pushtet përmes karteleve të drogës për të shtypur e varfëruar qytetarët e tij. Pushteti është mjeti për të shërbyer qytetarëve, jo për të ndërtuar perandori të reme për veten që shembet vetëm në një sekond. Mesazhi është I qartë dhe domethënës për këdo ka vesh të dëgjoj, edhe pse këto orë nuk ishte gojë për të folur, u shpreh Bardhi. Vrapi hipokriti I non-gratës dhe I mbështetësve të tij për të përshëndetur aksionin amerikan nuk është varg shpëtimi për të dhe fraksion politik të cilit I përket. Ndërkohë çdo përpjekje për të krahasuar Venezuelën me Shqipërinë mbetet një investim qartësi antishqiptar dhe antikombëtar. Maduro është nga të rrallët drejtues shteti që kanë akuzuar shqiptarët për protagonizëm në rrjetet ndërkombëtare të drogës dhe I vetmi politikan shqiptar që ka folur në të njëjtën valë me të ka qenë kreu dhe kolegu non grata I opozitës Sali Berisha. Ndërkohë që presidenti Vjosa Osmani, ashtu edhe Ministri Albin Kurti ka deklaruar mbështetje të plotë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sulmin e ndërmarrë në Venezuelë dhe kapjen e presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij Cilia Flores. Kosova qëndron fuqishëm krah Shteteve të Bashkuara dhe presidentit Donald Trump në mbështetje të veprimeve të tyre kundër regjimit narkoterrorist të Venezuelës. Presidenti Trump qëndroi në krah të popullit të Venezuelës dhe u përball me shtetin narko të Maduros, duke mbrojtur Amerikën dhe pjesën tjetër të botës nga kartelet dhe krimi organizuar. Kjo është ajo se si duket forca dhe udhëheqja amerikane. Kosova e kupton ndikimin e vendosmërinë amerikane. Çlirimi ynë është vetë dëshmi e saj. Në një moment ku SBA përballen me tiraninë në Venezuelë, të gjithë duhet të forcojmë këtë qëndrim, sepse komuniteti transatlantik është më I fortë kur është I bashkuar pas udhëheqjes amerikane dhe vlerave. Kryeministri I Kosovës ka shprehur mbështetjen e tij të plotë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sulmin ushtarak të ndërmarrë. Në kontekst rithekson nevojën për rritjen e vëmendjes ndaj aktorëve të caktuar rajonal, të cilët në vazhdimsi synojnë provokimin e situatës së sigurisë përmes veprimeve hibride, kriminale, terroriste dhe ushtarake. Pareagim nuk ka munguar edhe nga Saljani, shpresë për një agim të ri në Shqipëri. Demokrati Ervin Saljani ka reaguar në Facebook lidhur me zhvillimet e fundit në Venezuelë, duke I cilësuar ato si një shpresë për ndryshim edhe në Shqipëri. Në postimin e tij, Saljani shkruan se ngjarjet në Venezuelë tregojnë se sipas tij regjimet që mbahen me krim, korrupsion dhe shtypje janë të përkohshme dhe se kur drejtësia ndërkombëtare lëviz, asnjë pushtet I ndërtuar mbi frikën nuk është I sigurt.